jemi duke parë për jastek për Baton, sepse kur flen na vjen në ngjitën mbas jastekut ton dhe mendoj që ka ardhur momenti që të ketë një jastek të vetin. Ka bërë Ola me Baton deri tani, por që më duket një gjë shumë e lezetshme dhe e bukur, sidomos për festa, për t'u bërë me fëmijët. Ishte ajo që e bën të jepte magjin gjithë këtyre gjërave dhe kjo më pëlqeu shumë. Merri këto dhe vija pemës. Shikoj babin. Serdët në Vlogmas Day 3, e thashë në anglisht dhe në shqip. Kemi ardhur në tek, sepse më duhet blej disa qëra dhe duhet shoh disa zbukurime, sepse siç e pat, në ditën e parë nuk arrita të gjej asgjë. Baton ka zënë gjumi në karrocë, e zuri makinë dhe përfituam orarin që Bato do flinte, që të vinim të shihnim dyqanet dhe të shihnim rehat, se ndryshe ai nuk do na lë. Tegu që ka një tmerr sot, pas kaq shumë njerëz, nuk e di nga që po fillojnë këto festat dhe gjithë janë duke bërë blerjet. Me zor kemi gjetë parkim, kemi pritur 15 minuta, gjithashtu kishte shumë trafik dhe për të ardhur, por siç thash fatmirësisht Baton e kishte zënë gjumi dhe nuk është se po bënte naz dhe makinë. Atëherë shkova për qiririn nga i cili kemi pas marrë dhe aromën para disa vitesh. Fakti është që aromën për momentin nuk kam ku ta vë, vetëm po e mora ta vë në korridor. Doja një qiri dhe masa që më interesonte nga gingerbreadi i Zarës kishte mbaruar totalisht dhe kishin ngelur o ato shumë të vegjël o ato shumë të mëdhenj. Kështu që për momentin vendosa mos të blej gjë dhe të shkoj të shikoj një herë tek Jysk, nëse ka diçka atje. Sot I kam kthyer flokët me vizanash dhe po më rritën shumë. Besoj që nga janari duhet I shkoj të jap pak një rifreskim. Jemi duke parë për jastek për Baton, sepse kur flen na vjen në ngjitën mbas jastekut ton dhe mendoj që ka ardhur momenti që të ketë një jastek të vetin. Dhe pse mundohem ta lë pa jastek fare, më kanë thënë nga një ask që kam bërë në Instagram që ka këtu në Jysk për fëmijë, për toddlers dhe do pyesin nga punojësit. Për fëmijë ka dy opsione, është kjo këtu, por që më duket pak shumë I lartë për Baton dhe është me ulje, shikoni. Edhe është pastaj ky këtu që më duket perfekt, është I vogël dhe shumë I butë. Dhe ky kushton kaq, ky po provon për veten, njësoj si të Bato se I pëlqeu shumë. Tonë ja u tregova çmimet, por jo për çështje çmimi. Në këtë rast ju e dini që kur vjen puna për Baton, unë marr gjithmonë më të mirën, por ajo që kushtonte më shumë ishte strukturë pak e fortë për Baton që e ka akoma kokën e vogël dhe ndërsa ky, ja që po bën gati dhe hekri, është perfekt. Mendoj sepse ishte shumë I butë dhe mblidhej dhe ulej, se nuk dua që të ketë një diferencë shumë të madhe nga
shtrati me jastëkun që të rikoka, e keni parasysh se po bëhet dhe skena këtu mes të juskut. Nimi i këtij që mori Hekri është kaq. Dhe morëm 2 si përfundim dhe 1 përballë. Sa po dolëm nga tegu dhe ishte një tmerr për sa i përket blerjeve sot, nuk e di ç'a kishte, a kishte më shumë ulje. Futëm në Jumbo sikur të futeshim, sikur po shkonim të shihnim ndeshjen e Shqipërisë tani. Ka shumë njerëz kishte, kemi prit në rradhë. Mora ca gjëra të vogla për crafting që do t'i bëjmë me Baton, do t'ja u tregoj. Tani do shkojmë te nëna ime, sepse aty kam çuar disa gjëra që nuk i mbaj më në shtëpi, se s'kam pas vend. Dhe do shkoj të marr zbukurimet, do shohim se çfarë kam në gjendje dhe çfarë nuk kam. Megjithatë, ju vazhdoni të më tregoni stilin se si duhet ta zbukuroj shtëpinë këtë vit, për sa i përket Krishtlindjeve. Ndoshta jemi duke menduar seriozisht të marrim sërish një pemë prej vërteti, siç e patëm marrë në Prishtinë para 2 vitesh. Më duket se ja kam mbush mendjen Hekrit, por nesër ndoshta do vendosim përfundimisht. Okej, jam tek shtëpia e vllajt, shtëpia ku jam rritur unë, që është ngjitur me nënën, ja ku është dhe Hekri dhe biblioteka. Unë jam rritur gjithmonë me bibliotekë, kam treguar edhe herë tjetër, për ato që më ndjekin këto kohët e fundit, kështu ka qenë gjithmonë kjo shtëpi dhe bibliotekat kanë qenë një ndër gjërat e mia të preferuara. Ndoshta prandaj dhe kam qejf gjithmonë të kem bibliotekë në shtëpi. Ola ka filluar të bëj pemën, do t'ju tregoj pak bosh. Edhe pse nuk i mora leje, por do t'i tregoj gjithashtu dhe një foto timen me vllajin dhe me mamin, ku mami është pak a shumë në moshën që jam unë tani dhe duket shumë bukur. Shikojeni, mami, unë dhe vllai jemi te Shtat Xhuxhat për ditëlindjen e vllajt tim. Dhe shifë sa bukur duket. Mami shumë bukuroshe ka qenë. Tu ka filluar përgatitjet. Atëherë, ne erdhëm këtu për t'i përshëndetur, por na ftuan që të ndalemi dhe të ham diçka dhe vendosëm që të ndalemi, të kalojmë disa orë këtu. Gjithashtu do t'ju tregoj sa po të shkojmë në shtëpi se çfarë kam blerë, se kam blerë disa gjëra interesante që ndoshta mund t'ju duken interesante dhe mund t'ju vinë në ndihmë. Gjithashtu doja të përgatisja disa crafts me Baton, si një herë një kohë, dhe po presolën që të më sjellë disa mjete, me që i kam këtu ca gjëra dhe t'i përgatisim bashk. Kam parë disa ide online dhe thash pse jo të angazhohem me Baton fix për festat. Këto i mora tek Jumbo dhe janë komplet letra me ngjyra, shikojeni. Ma e Baton mua këtë? Ma e në rregull. Ja, shikojeni sa ngjyra të bukura pastel ka. Tani do ta hapim. Mora dhe ngjitse buskuq. Ne kemi këtë e përdor dhe në çerdhe. Kur kam qenë hapim, thot. Kur kam qenë e vogël, ne i thonim ngjitse buskuq, nuk e di ç'a i thoni tani juve, po ne kështu i thonim kësaj. Shife Bato, që ti ngjisim 2 boshi. Batolino, ç'a do ngjisni? Olës thu. Shife? Bravo. Prit, mos e mbyll. Po më duket vetja sikur jemi në gjimnaz që bënim zbukurimet ose në klas 8. Që bënim zbukurimet me me olën këto. Oh, bravo. Lyje Bato? Lyje këtu me olën. Bravo. Bravo Bato. Ola që kemi bërë, që ka bërë Ola me Baton deri tani, por që më duket një gjë shumë e lezetshme dhe e bukur, sidomos për festa, për t'u bërë me fëmijët. Ja, vazhdojmë. Këtu kemi kombinuar këto 2 ngjyrat. Hekri po thoshte që pavarësisht se nuk kemi patur shumë, jemi kënaqur më shumë. Ishim vetë, po. Ka kanë çdo gjë. Edhe veçan kohën. Nej. Dhe sinqerisht ngjarë ka dhe cute. Opa. Po shfrytëzojmë pemën e Olës, sa nuk e ka zbukuruar akoma. Këtë që kemi ardhur në shtëpi. Se kam gjithë të gjëra. Opa, dhe t'ju tregoj një nga një se çfarë kemi marrë. Gjën e parë kam marrë këtë
Ori, jo nuk është për ty këtë enën e qelqit për të futur biskotat. Me që do bëjmë biskota për Krishtlindje, këtë periudhë është periudhë biskotash, që më duk shumë e bukur, kushton të diku tek 5,50 €. Pastaj, ka marrë këtu. Këtu do bëjmë kraft tani me baton, do t'ju tregoj për pak. Ka marrë një pak o drita, sërish për të bërë kraft me baton. Sërish këto. Bato shtiu pak zemër shumë mirë. Ja, mere këto. Po, tuat janë gjitha. Ka marrë këto letrat me ngjyrë, me xixa, janë pak si të trasha. Nuk e dia kuptohet. Sërish këto. Do bëjmë bashkë një lojë për toddlers tani, do t'ju tregoj. Ja, dhe këtë, mere bato. Pakon e letrave me ngjyra e pat, i kanë ngjyrat shumë bukura, si tip pasteli, dhe ishin perfekte për të bërë këto zbukurimet që i lante Ola, do bëjmë tjera bashkë. Kam marrë një kështu. Nuk e dia shikohet, okej. Kam harruar të blej portokall. Këto xixat kështu, nëse shikoni, na bato. Ngjitsen, buskuq, që thash, edhe këtë ngjitsen tjetër. Dhe këto ishin nga Jumbo. Tani, do t'ju tregoj këtë që mora tek Zara, ishte ky. Kjo është ndër parfumet e mia për shtëpi dhe qirin të preferuar të Zarës me gingerbread dhe është perfekte për këtë sezon. Haba to. Çakat. Mere, shko mere qoj atje. Shumë mirë. Tani do t'ju tregoj në Jusk çfarë morëm. Ky është jasteku im. Ky është jasteku i Hekrit. Mora këtë për të vendosur qiririn tek Jusk. Për këtë këtu është perfekte. Dhe morëm këtë qirin tjetër, t'ja tregoj, kjo ishte më i miri, të tjerë ngjanin si sapun. Shumë i mirë. Dhe jasteku i Batos. Mora dhe këtë klefin për baton, është si gri me viz blu, se nuk kisha. Ka marrë në Jumbo kartonat mëdhej, siç bënin projektet në gjimnaz, nuk e dia e mbani mend që ne bënim projektet këtu, prisnim gazeta, revista, bënim research në Google aq sa mundnim, sepse në kohën tonë nuk kam pas shumë, më shumë. Unë mbaj mend kisha ato revistat Spekjo që mami ka akoma, dhe aty prisja gjëra, merrsha informacione të tjerë. Tani do hapim këtë fillimisht, t'ja heq, se i kam shumë bezdi etiketa tek gjërat, më duken sikur ja. Ndërkohë Bato po los në sfond, kjo kushtonte 15 €. Ishte ndër qirinjt e setit, le të themi më të lirë, se të tjerët nisnin pastaj 32, fillojmë të ndezim të parin, këtë ndoshta e lëm në dhomë, nuk e di. Dhe ja. Dhe pjesa tjetër për kraft. Kraftin e parë do na duhet një letër e madhe, karton, bojrat, ngjitse dhe pastaj këto që do t'i përdori Bato. Këto dhe vija pemës. Shikoj babin. Kjo
Një këto. Cop, një këto. Të vendosëm në këtë mënyrë pemën dhe është një lojë shumë e lezetshme për një toddler, për një fëmijë si puna e Batos, po kënaqet shumë dhe sa herë vendos ato top thot bravo. Po i pëlqen shumë si lojë dhe ja vlen shumë, provojnë edhe ju me fëmijët tuaj dhe më bëni me dije se si shkon. Jam shumë e sigurt që do duket shumë bukur. Madje nëse më ndiqni në Instagram, më dërgoni dhe foto nëse e realizoni. Momentin që isha duke vizatuar këtë pemën, më kujtua si e bënim me cepa, se unë e bëra kështu si më bufe, po në kohën time e bënim kështu si me trekëndësha dhe i thash Eket, atja bëj trungun apo jo, tha Eket, bëja një të holl aty të vogël dhe më kujtua kur i bënim shumë të vogla dhe i kisha shumë inat trungun shumë të holl. Ja, tani po vazhdon prap Bato, po merret me pemën dhe po i pëlqen realisht shumë approved si loj. Sot hekri që maroj, do më thënë që i pëlqeu shumë, se është pak tu shprehje veriorçe, me lojën e pemës, si që thash, nëse keni Po e ridizajnon vetë, se i heq. Po, tani po i riheq, sepse i bleva ato topat dhe ato si tip pemë, jeshillëqe festive Krishtlindjesh, siç ja u tregova, dhe heq ato dhe ato. Po i ridizajnon. Është shumë i përqendruar, ja shikoni po vrapon tek tavolina aty. Vendosi po me atje. Dhe po kthehet prap. Me qëra fjalla, unë kam bërë ndryshime në shtëpi, por nuk ju kam updateuar, do t'ju updateoj në ditët në vazhdim, sepse do vazhdojmë me ndryshime në shtëpi. Kur isha te vllai tani, më kujtua nga pema që pash që kishte vendosur Ola. Më kujtua kur bëja unë pemën e Krishtlindjeve, kryesisht Krishtlindjet ishin festa ime. Bëja pemën, gatuaja, kam qenë shumë e vogël, adoleshente, gatuaja gjëra të ndryshme dhe e mbaj mend që pasi hanim, kaloja vigjiljen Krishtlindje duke parë filma Krishtlindjesh tek Italia Uno, Canale 5 dhe mbaj mend një herë do vinin disa njerëz të mamit dhe unë për trek dhe unë isha futur duke gatuar, kisha bërë gjitha ato pjata, kisha provuar për herë të parë lasagna për të bërë, mund të kem qenë diku tek 14-15 vjeç, nuk e mbaj mend të mirë, ose pak më e madh, ndoshta 16. Dhe mbaj mend që nuk erdhën, edhe ngeli gjitha ajo ushqim dhe unë mërzita se nuk erdhën. Më kujtuan gjitha këto gjëra kur isha aty. Atëherë, mbaruam atë craftin që mbaruam, ne sot faktikisht do bënim me hekrin, by the way. Do bënim atë recetën virale të kebabit që kemi provuar 2 herë dhe del super e mirë dhe i thash Hekrit, ke dëshirë ta xhirojmë sonte dhe tha po, por duke qenë se ne ndaluam te vllai dhe atje pastaj na dhën për të ngrënë. Ja dhe Bato po vazhdon me lojën. Mirë, unë kisha disa krafte për të bërë sot, por dita shkoj si shkoj, kështu që përtej atyre vargjeve old style, vintage, tamam që bënim kur ishim në shkollë dhe që do bëj sërish, dhe pemën momentale që kemi bërë, edhe pse pemën do ta vendosim në fillim të dhjetorit, siç e do dhe vetë tradita, unë nuk e kam vendosur asnjëherë para datës 4-5. Zakonisht vendoset për shënkollin dhe siç është dhe Nikolas, emri i babagjyshit si bie, se kam pak probleme edhe t'i them emrat, duke qenë se shumicën e kemi mësuar dhe në italisht ose latinisht dhe kështu. Përveç kësaj, nuk më duket okay që të vendos pemën para festave të nëntorit, sepse duke qenë se ne kemi organizim të festave nëntorit, kalojmë festat e nëntorit, pastaj vijnë Krishtlindjet. Paktën unë kështu e mendoj, nuk do të thotë që është gabim, mirë keq, secili e bën sipas dëshirës vet, por të paktën unë e ndjej që më mirë është ta bëj diku tek java e parë e dhjetorit, siç ju shpjegova. Tani e keni parasysh këtë shtëpinë që i kemi bërë Batos që e keni parë këto ditë me kutinë që më ka ardhur tavolina, coffee table, tavolina e mesit që kemi aty.
të cilin ma kanë dhuruar për ditëlindjen time, faktikisht e zgjodha vetë, po ma kanë dhuruar familjarët e mi për ditëlindje. Atë kutin i thashë këtë mos e hidh se do bëjmë një shtëpi. Dhe e kthyem, e ngritëm drejt. E përshikoj çfarë ka. Po loz me çekiç, okej. Kërkuj. Dhe siç po thoya, unë kam ngritur si për këtë kutin, pastaj me njërin kapak kam shqitur një kapak tjetër dhe i kam bërë kështu dhe duket një shtëpi që të them drejtën edhe me atë ka lozur shumë bato dhe nëse nuk gjeni kuti në supermarkete ose që keni bler diçka, ka kuti në Jumbo që shiten kështu të reja për të bërë dhe kalimin e rrobave nga një vend kur bën kështu trazloko, shkëputje nga një shtëpi në një shtëpi tjetër. Unë e kam pas bler hyj para shumë kohësh. Tani mora karton të kuq sepse dua t'i bëj qatin, do filloj pak nga pak ta sistemoj shtëpinë, ta ketë tamam. Edhe pse kam vizatuar ditën që kishte ditëlindje Bato dje, por që ja. Do ta bëj kështu. Do ta bëj edhe një herë. Nuk e dia do dali vetëm. Ndoshta do ta bëj edhe një herë dhe të marr një pjatë më të vogël të shoh. Por po thoja nuk e di a do mjaftojnë dy kartonat kuq, ndoshta do të kisha marrë më shumë dhe faktikisht hekin në ta. Është e vërteta. Okej, paka shumë, ja. Tara. Do bëjmë një si tip rumbullake. Dhe do ta pres, do bëj si tip tjegullash. I ndërprem crafting se Bato do lahet dhe do flej gjumë tani. Si ka shkuar ora, ma atje është ora 9 dhe duhet ishte në krevat. Dora, shumë mirë. Opa, djali im ti. Duket se edhe këti vlog masi po i vjen pumbi. Nuk shkoj si që kisha menduar se të shkonte sot, por uroj t'ju ketë pëlqyer. Mos harroni të bëni subscribe nëse jeni të ri në këtë kanal dhe nëse na ndiqni u bë kohë, mos harroni të lini një koment dhe t'i ndani këtë video me njerëz të tjerë. Sigurisht nuk do mungoj advent kalendari i çajrave. Akoma nuk kam vendosur nëse do marr një tjetër. Okej. Prap një që mund të më pëlqejë mua. White tea me tropical fruits. Që tani ja dëgjoj sa e mirë që është. Ka qenë një ditë ku më janë kthyer në mendje shumë gjëra të kaluarës dhe mendoj që festat lidhen gjithmonë o me tradita, o me një person të caktuar, ose me shumë gjëra të tjera. Unë po kujtoj edhe faktin që ne shkonim shumë për festat në Rëshen, nga qyteti ku kam lindur unë, derisa gjyshim ka qenë gjallë, pastaj nuk kemi shkuar më. Dhe kjo do të thotë që gjyshi ishte ai që na mblidhte të gjithëve në një farë mënyre. Gjithashtu fakti që unë për shembull organizoja gjithmonë pas vdekjes së gjyshit kjo në Tiranë Krishtlindjet. Edhe kjo tregon, madje po lexoja një gjë, një si tip video në Instagram ku thoshte para disa ditësh, nuk e di a ruajta, që ishte ky djali dhe thoshte që tani kuptova që Krishtlindjet ishin mami im, pra që ishte ajo që e bënte jepte magjin gjithë këtyre gjërave dhe kjo më pëlqeu shumë, ishte shumë domethënëse. Dhe kështu uroj që video të ketë pëlqyer, nuk e di a e thash edhe një herë, por më falni, ndonjëherë mund të përsëris gjërat sepse vjen dita, fundi ditës më saktë dhe jam e lodhur me gjithë 100.000 aktivitetet që kam bërë. Nesër më pret një ditë pak e lodhshme, përveç fakt që duhet të laj, kam shumë lavatriçe,
të këtyre ditëve që kam pas edhe njerëz në shtëpi dhe nuk kam bërë lavatriçe, por shoqyr që është ashugatriçja, tharsja se shpëton. Dhe le të shohim nëse nesër do vendosim pemën. Unë ju përshëndes.